Prefekti I Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu para disa ditësh ka mbledhur në një takim përfaqësues të 4 bashkive të Qarkut Dibër për masat e marra për vënien në funksion të sistemit vaditës, pasi data 15 qershor është dhe afati I fundit për aksesueshmërinë e vaditjes përmes këtij sistemi. Prefekti Shehu ka kërkuar të gjitha bashkive që të marrin masa për pastrimin e të gjitha veprave vaditëse, duke e vënë theksin tek vepra më e madhe, kanali vaditës I Klosit. Një vëmendje të veçantë, prefekti Shehu kërkoi që t'i kushtohet edhe rezervuarve vaditës që të jenë funksional, së bashku me rrjetin e kanaleve të tyre, pasi gjatë stinës së dimrit një pjesë e këtyre kanaleve janë dëmtuar nga shembjet. Është e vërtetë, me 15 qershor fillon sezoni vaditjes, normalisht sipas kalendarit, por kjo është edhe në varësi të temperaturave. Gjithsesi, para 10 ditësh në prefekturë është mbledhur organi këshillues I prefektit me përfaqësues të bashkive dhe të drejtorisë të kanaleve të vaditjes që ka drejtorinë Durrës, pra bordi gullimi siç njihet. Kemi analizuar, kemi marrë analizë dhe kemi marrë dhëna për punën paraprake që është bërë për sezonin e vaditjes. Paraprakisht informoj që deri me datë 22 ishin 90% e punëve të kryera, pra të kanaleve vaditëse që janë për vaditje të këtij sezoni janë të gatshme. Bashkitë kanë raportuar që gjatë dimrit kanë kontrolluar shkallët e dëmtimit të kanaleve, meqenëse nga rreshet dhe inertet dëmtohen. Dhe që nga muaj mars ka filluar puna për pastrimin. Po kështu pjesë më e madhe e rezervuareve janë mbushur, ato që janë të disponueshëm me ujë dhe janë gati për sezonin e verës. Po kështu edhe bordi kullimit, pra drejtoria e kanaleve të larta që ka qendrën e Durrës, ka në administrim kanalin e Klosit dhe rezervuarin e Pllacës. Vetëm rezervuari I Pllacës ka gati 2500 hektar që planifikohet vadis. Dhe në këto 2 vepra janë marrë masat dhe janë gati. Rezervuari I Pllacës është prej vitesh, nuk është në funksion, me investimet e qeverisë shqiptare është përfunduar faza e parë, pra është rehabilituar rezervuari bashkë me digat e shkarkimit dhe tani jemi në fazën kur po punohet për hapjen e kanalit. Është një punë që do një investim të madh edhe ndoshta mund shkoj gati 2 vjet punë. Mendojmë që mbas 2 vjetësh dihet gati për të vaditur 1700 hektar tokë në zonën e Mashlarës dhe gati 800 hektar në zonën e Buqizës, Shurpencë dhe Gjoricë. Cilat bashki janë më mbrapa me kanalet? Unë nuk po flas për mbrapa, po gjitha bashkitë janë në kohë, pra janë akorduar në kohë, janë alokuar fondet, edhe të gjitha bashkitë. Bashkia Dibër dhe Buqizë I kanë tenderuar, Bashkia Mat dhe Kilos I kanë bërë ata fonde I kanë me punonjësit e bashkisë dhe mund të jenë në punët e fundit për që gati me 15 qershor për të vaditur në të gjitha fermat bujqësore të Qarkut. Krahas veprës vaditëse më të madhe në qark kanalit të Klosit, prefekti Shehu ndal edhe në vëmendjen që duhet kushtuar rezervuarit të Pllacës në njësinë Shurpencë, bashkia Buqizi, I cili vadit qindra hektar tokë bujqësore.